Po futemi direkt në temë çka mendon Ramçaj për këtë sezon të Bigut. Kjo është pyetje interesante sepse shpesh herë bëhet ky krahasim i bigjeve, me Bigu i parë, me dytin, me tretin apo me të katërtin. Unë mendoj pavarësisht çdo gjëje, si gjithë banorët që thonë që Bigu im ka qenë më i mirë, por në fakt vërtet edhe kur diskuton me njerëz, kur mesazhet që ne marrim shpesh herë në Instagram është që vërtet Bigu jon ka qenë tjetër nivel, ka pas tjetër qasje, siç e thonin këtu në Kosovë, ka qenë shumë më i dashur në publik, ka pas shumë më shumë personazhe. Unë mendoj se është ndër të vetmit bigje deri tani që ka pasur të paktën në garë mbi 10 banorë që kanë qenë pretendent për qenë finale. Gjë që në vitet e pasardhëse nuk e kemi pasur, të gjithmonë kanë piketuar 2 ose 3 banorë, të cilët u shikonin si finalist, pa asnjëherë nuk u plotësonte ajo pesa që mendoni kush mund të ishte, ndërkohë që në Bigun tim kanë luftuar të paktën minimumi 10 banorë për qenë finale, që ka qenë goxha garë e fortë.